Duli fitore shumë e thellë sot, 6-1 ndaj Basanias, një dominim në gjitha drejtimet ndaj këtij kundërshtari. Sinqerisht, po të më pyesnin përpara se të fillonte loja që ne do delnim me këtë rezultat të mos gënjej, do të thoshja të fitoj 1-0 ose 2-1 do isha komod. Por fusha tregoi tjetër gjë. Ne faktikisht e kishim vlerësuar gjatë gjithë javës Basanin, duke ditë që është një ekip që luan futboll dhe ne kishim marrë gjitha masat për të arritur tek suksesi. Por nuk them që ne të dominonim në këtë mënyrë në pjesën e dytë, se pjesa e parë ishte barabartë, duke vlerësuar domethënë lojën e ekipit të Basanias dhe jo unë të them që isha dominues në pjesën e parë me ekipin e Basanias, pavarësisht golit shënuar, ne bam disa aksione të mira për të vlerësuar, por në përgjithësi mbrojtja ishte lart sot dhe e justifikoi besimin ton duke filluar me Bxhetën që është një lojtar i ri dhe treshja konstante me Çokajn, Banushin dhe Kaçajn dhe portieri Lokçi. Duhet të veçoj pjesën e dytë. Skuadrës i dham orientim që të sulmojmë, të bëjmë pressing lart dhe faktikisht ma realizuan atë detyrë sot që të cilët shënuan në çdo aksion pothuajse të ekipit ton arritëm të shënojmë. Por jam i kënaqur me lëvizjet e mezit fushë të cilat ne na dhan atë fitore sot. Si Ragami, si Shekaj edhe Ymeri. Ishin ata që e vunë skuadrën në lëvizje. Duke mos harru krahët me Zaren dhe me Rustemin sa ishte, dhe Smakën dhe Brojen kur u futën. Mendoj që në tërësi loja sot i shpalosi vlerat më të mira, por mu më la një shije të keqe skuadra e Basanias në aspektin fizik. Ata, domethënë, treguan që janë një ekip me ato që ka thënë edhe presidenti tyre që mungon përgatitja fizike. Profesor, ardhja e Xhinit në fazën e dytë duket që ka dhënë shumë rëndësi fazës sulmuese dhe po konkretizohet edhe me shumë gola të shënuar prej tij. Faktikisht loja jonë është e ndërtuar atillë që ne bëjmë lojë nga krahët dhe shfrytëzojmë kroset nga krahët. Dhe kjo ishte ajo që ne na bënin të kërkojmë një lojtar pyk, i cili konkretizon si me kokë, si me këmbë, dhe ky ishte lojtari më i mirë që ne gjetëm në periudhën e dimrit. Dhe Jurgeni i ka treguar ato cilësi që ka dhe ka shënu gola në çdo ndeshje. Niset pa shumë pretendime me vonesa, por duket që Oreksi ka duke u rritur dhe tashmë jeni shumë afër zonës së play-offit. Ne do t'i bëjmë hizmetin çdo javë. Kemi edhe 3 ndeshje, 2 i kena në fushën tonë dhe 1 e kena me Luzin, një kundërshtar direkt. Ne do të bëjmë punën tonë, t'ja lam fushës dhe kohës, sepse varet se si percipiton situata duke përballë skuadrat me njëra tjetra. Faleminderit. Faleminderit nga ju, Gjergj Shkolla.